Jemi këtu në Vjenë me një tjetër kosovare, është Fleta Regja, e cila punon në ORF apo në televizionin publik të Austrisë. Fleta, përshëndetje. Përshëndetje. Si është jeta këtu në Vjenë? Shumë mirë, na jemi ardhur kur jemi kanë shumë eri, në 2007, jemi rrit këtu, jemi ardhur këtu për studime, për edukim me motrat. Dhe neve na vjen shumë mirë që të takuam këtu, sidomos në Eurovision, duke përcjell nga afër këtë edicion. Na trego si është të zhdukur? Shumë mirë, krejt shumë po më pëlqejnë këngët, po më pëlqen historia e këngëve, unë kam qef më shumë këngë që knohen gjuhën e vërtet, nacionale, që ashtu edhe kënga e Shqipnisë më duket njëna prej më të mirave. Dhe a është pëlqyer kënga e Shqipërisë në përgjithësi në audiencën këto? Shumë, i kom pa me lot në sy tonë edhe ata që nuk e folin Shqipen hiç, shumë jemi emocionuar tonë bashkë. Fleta, çka po thuat? Cila është një ndër këngët favorite për këtë edicion? E Shqipnisë do të më thonë, edhe nëse nuk shakon shqiptare, Shqipnisë më shumë të më kështë pëlqyer. Po, na trego gjatë eksperiencës tënde këtu, cilat kanë qenë disa nga detajet kryesore që keni vrejtur gjatë edicionit, si kanë shkuar gjithçka, puna me gazetar? Ma shumë të më kanë pëlqyer emocionet e njerëzve, edhe ata që i kanë përcjell krejt këngë, kanë kthyer me këngë shqiptare, kanë kënuar edhe nëse se kanë kuptuar gjuhën hiç, që ajo më ka pëlqyer më shumë ti, edhe më duket të kanë stres i madh për URF-in. Po më duket e kanë marrë shumë mirë edhe në qytet që i kanë marrë krejt ato si një shesh, veç matë që njojmë në Kosovë, shumë interesant. Si të është dukur organizimi, sepse Vjena kishte ndryshuar, themi të vërtetën, me shumë gjyra, shumë fansa, si të janë dukur gjitha këtyre ditëve të fundit, si të është dukur organizimi? Shumë mirë, une më duket ma mirë nuk isha menu që bëharë. Edhe për fund një përshëndetje për gjithë dëgjuesit e RTK Radios. Përshëndetje, shumë faleminderit që më keni zgjedhur për një intervistë, edhe po.